We recognize a strong commitment. Ne njohim angazhimin e vendeve në rajon për të luftuar krimin e organizuar që është i dëmshëm për kohezionin social dhe gërryen besimin e qytetarëve tek institucionet. Rrjetet kriminale përdorin edhe institucionet për të zgjeruar ndikimin e tyre. Duhet të punojmë së bashku. Forcimi i sundimit të ligjit është sfidë thelbësore për vendet që duan të anëtarësojnë Bashkimin Evropian. Puna juaj ndikon direkt në këtë proces. Pandëshkueshmëria nuk duhet të jetë e pranishme në shoqëri. Natyra në zhvillimin e krimit ndërkombëtar kërkon vigjilencë dhe nisma konkrete, si dhe burime financiare e njerëzore. Identifikimi të ardhurave nga krimi është thelbësor në Shqipëri, si dhe rrimarrja e aseteve. Duhet bashkëpunim gjyqësor më tej dhe përdorimi të gjitha mjeteve në dispozicion. Mbështetja ofruar nga ky projekt për Ballkanin Perëndimor ka efekte mjaft praktike, përveç kontributeve të vlefshme që prokurorët i japin. Përmes projektit vendet kanë akses në burimet dhe praktikat më të mira të Eurojust. BE qartësisht përmes Eurojust dhe delegacioneve do të vazhdojë t'ju mbështesë në punën tuaj. Grupet kriminale përdorin korrupsionin në nivele të larta për të zgjeruar ndikimin e vet apo për t'ju shmangur drejtësisë. Ndaj duhet punojmë së bashku për të hequr këtë ndjenjë pandëshkueshmërie dhe për të ulur hendekun midis politikës, gjyqësorit dhe qytetarit. Falë këtij bashkëpunimi të strukturuar në mënyrë efikase, ne kemi tashmë institucione më të forta që po mësojnë të punojnë së bashku, bazuar në vlera dhe në praktika të përbashkëta. Shqipëria ka përfituar tashmë nga kjo iniciativë përmes disa hetimeve të përbashkëta të suksesshme. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale vazhdojnë të bëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ndërsa përpjekjet tona për të luftuar krimin tradicional janë në rrugë të mbarë, sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia, por edhe përkushtimi i përbashkët për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëjë ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura. Operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besim i ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. SPAK i ka kushtuar vëmendje ekzekutimit në një kohë sa më të shpejtë të kërkesave për ndihmë juridike që vijnë nga vendet e rajonit, por edhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo edhe nga vendet e Amerikës Latine. Por ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek tre elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Të nderuar kolegë, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar. Por kur ne veprojmë bashkë, koordinohemi, ndajmë problematika dhe mbështesim njëri tjetrin, ngarkesa lehtësohet dhe impakti është edhe më i madh. Unë jam i mendimit se besimi i publikut nuk mbeten vetëm tek rezultatet. Ai shtohet kur shihet se bashkëpunimi mes nesh është i fortë dhe kur ne, prokurorët e rajonit, jemi të vendosur bashkërisht për drejtësinë, pavarësisht se ku i ka fillesat krimi organizuar apo korrupsioni.